Strasburgu do të jetë qyteti ku do të mbahet protesta e radhës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykojnë në dhomat e specializuara të Kosovës me Selina Hag. Kreu i organizatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hysni Gucati, u shpreh në një konferencë përshtyp se protesta do të mbahet para ndërtesës së Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në datën 16 nëntor. Protestën e radhës ta mbajnë apo ta organizojnë me 16 nëntor në ora 13 para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg. Arsyeja pse është zgjedhur ky vend, besoj edhe dini se pikërisht mund këtë vend në Francë, në qytetin Strasburg, në Këshillin e Parlamentit të Evropës është marrë vendim për një gjykatë e padrejtë që është bërë ndaj neve, ndaj pjesëtarëve të ushtrisë të Kosovës. Organizata e veteranëve ndërkohë ka vendosur që për momentin të mos mbaj protestë në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Në Maqedoni për momentin një jo, se janë të më zjedhë, kanë shku në balotazh, po për momentin një për arsye se mund të situata pidore, mund të na bërokon dikush, edhe mos me ikë problemit, na mos me thonë çështë, çota të dalë nga lufta, erdhën pi Kosovë edhe na trazun vendin këtu apo na nxorën probleme. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish deputeti Recep Selimi po gjykohen për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte gjatë luftës së fundit në Kosovë. 4 ish zyrtarët e lartë të Kosovës ndodhen në paraburgim në Hag që nga viti 2020. Në mbështetje të tyre janë mbajtur protesta masive në Prishtinë, Hag dhe Tiranë.